Kryetari i Parlamentit Studentor të Universitetit të Evropës Juglindore Mevlan Ademi, bashkë me studentët që kërkojnë mbajtjen e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe, kanë intensifikuar përpjekjet e tyre, duke zhvilluar një mbledhje të përbashkët me përfaqësues të 3 universiteteve të tjera tek Universiteti Nëna Tereza Shkup. Pas përfundimit të mbledhjes, Ademi deklaroi se kryeministri i vendit Hristijan Mickoski me datë 8 shkurt ka deklaruar që ligji për përdorimin e gjuhës është i qartë dhe se studentët e Fakultetit të Drejtësisë duhet të lejohen ta mbajnë provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe. Siç tha Ademi, ngjashëm kanë deklaruar zëvendës kryeministri Bekim Sali dhe zëvendës kryeministri Arben Fetaj. Sot ne u mblodhëm mbajtëm mbledhjen e parë organizative me studentët nga 3 universitete të ndryshme për të mobilizuar kolegët nga fakultetet tjera dhe të përgatitemi për protestë. Nga sot fillon përgatitja për protestë dhe përsëri ne kërkojmë nga Ministri i Drejtësisë që të reflektojë dhe të zbatojë ligjin për përdorimin e gjuhës, të angazhohet në zgjidhjen e problemit tonë para se të ndërtojë mure. Ademi tha se me Ministrin e Drejtësisë bien dakord që provimi i jurisprudencës është provim profesional dhe se për atë arsye ata kërkojnë që provimi të jurisprudencës të nënshtrohen në gjuhën në të cilën ata po kalojnë 4 vite studime, mbi 4 ditë provime në gjuhën në të cilën ata kryen masterin dhe punimin e diplomës. Gjithashtu dhe kryetari i Kuvendit Studentor të UNT-s, Besart Sejdiu, theksoi se janë mbledhur për të treguar se studentët shqiptar në vend kanë folur shqip dhe se do të vazhdojnë që të flasin shqip. Sot jemi mbledhur këtu në Universitetin Nën Tereza për të treguar se studentët shqiptar këtu në vendin tonë kanë folur shqip dhe do flasin shqip. Së bashku me Mevlanin si iniciatori i kësaj nisme, i ofruam mbështetjen tonë si kuvend, si dhe jemi të hapur për çdo bashkëpunim për të siguruar që studentët shqiptar të nënshtrojnë provimin e jurisprudencës shqip. Studentët bën të ditur se nuk do të tërhiqen nga kërkesat e tyre për një proces të barabartë dhe të drejtë në gjuhën shqipe.